Policia Barkas! Barkas til! Barkas! Operacioni Renias në Durrës ka çuar në prangatare nga të shumë kërkuarit e drejtësisë shqiptare. Në mesin e të arrestuarve janë Xhevdet Plaku, Flobenc Meqja dhe Voltan Xhani. Por kush është Xhevdet Plaku? 45 vjeçari Xhevdet Plaku arriti të aratisej nga burgu Ankonës në janar të vitit 2025 dhe për këtë arsye, autoritetet gjyqësore italiane e shpallën në kërkim ndërkombëtar. Për 25 vite me radhë, ai ka qenë i përfshirë në krime në 3 shtete, Itali, Shqipëri dhe Holand. Plaku akuzohet për 2 vrasje, trafik droge dhe ka shpëtuar të paktën 5 atentateve të dokumentuara. Në skedarët e policisë shqiptare ai figuron me 25 emra të ndryshëm, ndërsa në botën e krimit njihet me novkat Akili, Kisi dhe Deti. Emri i tij del në vrasjen e bashkëdhetarit Sali Rapi në vitin 2000 në Itali dhe në një tjetër vrasje në Durrës në vitin 2003. Xhevdet Plaku u arrestua në Shqipëri në vitin 2010 dhe u ekstradua në Itali në vitin 2013. Në vitin 2019, ndaj tij u organizua një atentat, por ai shpëtoi pa u plagosur. Një tjetër i arrestuar në tavolinën e të fortëve në Gjirin e Lalsit është dhe Flobenc Meqja, i njohur dhe me mbiemrat Gega dhe Drini. Flobenc Meqja, 43 vjeç, me 17 identitete të ndryshme, është shpallur në kërkim nga SPAK. Gjykata e posaçme i ka caktuar në korrik të vitit 2024 masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale, organizat kriminale dhe sigurimi i kushteve dhe i mjeteve për të kryer vrasje. Ai rezultoni përfshirë në dosjen e operacionit Plumbi Art dhe del në përgjimet platformës Sky ECS në komunikime me Franz Shopjan, ku flitet për pagesa deri në 5 milion euro për vrasjen e Erion Alibejt, i njohur si Krymi. Gjithashtu Meqja ofron nga 1 milion euro për vrasjen e Arjan Spahiut, Aldo Bahos dhe Ilir Dhoshit, i njohur si Liçe. I treti arrestuar në tryezën e Xhevdet Plakut është Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet dhe me rezidencë në Holand. Në shtator të vitit 2024, gjykata e Shkodrës ka caktuar për të masën e sigurisë arrest me burg, pasi dyshohet për përfshirjen në një vrasje. Xhani është i dyshuar i kryesor për organizimin dhe ekzekutimin e Elis Roshkodolit në lagjen Ahmet Haxhiu në Shkodër më 30 gusht të vitit 2024. Dyshohet se konflikti mes tyre ka lindur nga përplasjet për tregtinë e drogës në Belgjik, ku kishin jetuar për vite me radhë. Ndaj të vëllait të tij Jugert Xhani, 35 vjeç, rëndojnë akuzat për prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake, mos kallëzim krimi dhe përkraje e autorit të krimit. Gjatë kontrollit atyre u gjetën armë zjarri dhe municion luftarak, ndërsa në momentin e arrestimit po drekonin në një restorant në Gjirin e Lalsit.